NASA kishte një mision dhe do të çonte në orbit disa astronautë. Mirë po, 2 nga këta astronautë ishin vëllezër, dhe njëri nga këta do shkonte, nuk mund të shkonin të dy. Këta ishin Mark dhe Scott Kelly. Kështu që zgjodhen që të shkoj Scotti, pra në orbit. Dhe ç'bëri, gjatë periudhës që ai përpara se shkonte në orbit, bëri një kur me kumlla, hante kumlla. Dhe çudia ishte që kur pasi shkoi në orbit, ndajtën shumë kohë në orbit, mos gaboj rreth 9 muaj, dhe Scott kur u kthye, sepse bëri një kur prej 6 muajsh mos gaboj, që hante për ditë kumlla, dhe kur u kthye, ADN-ja e tij kishte ndryshuar, pra ishte modifikuar ADN-ja e Scottit. 2 vëllezër të një ADN-je dhe me një sistem trupor pothuaj të njëjtë, mirë po, ajo strukturë e trupit që kishte më përpara nuk ishte e njësojt, pra pasi u kthye nga orbita e Scottit. Çfarë kishte ndodhur? Pikë së pari, kumlla pas ka qenë thelbësore për sa i përket kockave, për ruajtjen e kockave të tij. Por kishte edhe diçka tjetër, sepse në orbit, sa më gjatë të rri njeriu të qëndrojë në orbit, dhe aq më ngadalë vdesin qelizat. Po, e dëgjuat mirë. Por ka dhe diçka tjetër, sepse në orbit njeriu nuk mund të jetojë për shkak të atmosferës, të trysnisë që është në tokë dhe është e përshtatshme toka, pra planeti Tokë, për trupin e njeriut. Në orbit nuk është e përshtatshme, e megjithatë ADN-ja e tij ndryshoi, por ka dhe diçka tjetër. Duhet të dini që rusët kanë bërë një studim të gjatë për sa i përket orbitës. Dhe kanë bërë një sër dokumentarësh ku tregohet, unë dua t'ja u bëj zili që tani kumlla, dhe tregohet që disa astronautë rusë sapo kanë shkuar në orbit dëgjonin zëra, të tjerë dëgjonin tinguj, madje të tjerë akoma dëgjonin dhe zëra fëmijësh, ose këngë, melodi, pra një mister që askush nuk mund ta zgjidh. Ende sot ka astronautë që shkojnë në orbit dhe kanë fenomene paranormale. Tani doja t'ju pyesja juve, ju i dini këto? Pra për sa i përket kumllave dhe këtyre fenomeneve paranormale të hasura në orbit, pres komentet tuaja. Natën e mirë dhe kalofshi gjumë të ëmbël. Ju përshëndes.